chiaramente, uno prende fotografi di altri, uno me ne di coppe, cioi, credere a mira, che non ti zedra che fotografi con tane mira, dove mu Katrina, we gaan zoeken, we gaan de gota, met tegen de waarheid. En dan doe ik de moe. En dan kunnen jader toe, kunnen jader, nimfu noora, kronia. Gewoon een pies, titer, ik kan doen, dan kunnen me snijden, me katoe, en dat doet toe. Tani me tika regatuna, nani me katufa. Unë më taj për to. Shumë dit. A hyp me çka vjen Mitrovica? Me hyp me këbës, diri të tjerë. Tani më orë kom, me hyp për shkullës. Qëtë me për shkullës, me kënë të rejtë, si dratë të tjerë. Gjë afë dit në kuar. Nuk lodhesh. Asnjë herë. Në kohën e punës të kohën e tre, se në kohën e luftër, me fëtumë të araknirë. Kur më funë për ato, më funë të ekspres. Edhe ekspres. Funë edhe papillon. Pa edhe papillon. Në zëndi, kinë gjender, duhet në funë të araknira, kohën të ka rejtuna. Kinë në që kam su, kinë funë sëtë, tonë, në muën, në mësu që ka, në të një mësu kronja, në mësu kërën, kine duqibe, tematik. Kodër të shoqatës Down Syndrome Kosova ne ofrojmë shërbime përmes dy programeve. Është programi intervenimit dhe edukimit hershëm për fëmijët deri në 12 vjet, edhe programi i autonomisë dhe aftësimit profesional që është për të rinjt dhe të rriturit. Aktualisht të regjistrum janë mbi 100, ne i përfshim edhe Vushtrën, edhe komunën e Skenderajit, edhe të Mitrovicës, ku ofrojmë domethënë shërbime, ndërsa aktiv që janë pjesë e seancave edhe marrin mbështetje në mënyrë aktive janë rreth 22 të fëmijët te programi i fëmijëve, ndërsa 30 janë te programi i të rritur. Njëjtën kuna çka kërkojmë është edhe me na dërgu ndaj foto ose në video se që ka realizu, mënyrë që edhe me nxit angazhimin e tyre edhe në ambientin shtëpiak. Kohëve të fundit një praktikë që jemi të e bojt që me nxit edhe bashkëpunimin është po ndojmë video të fëmijëve për një aktivitet caktum edhe po e kërkojmë që të njëjtën mënyrë me realizu secili me fëmijën e vet në shtëpi edhe me dërgu. Që kjo është forma edhe çysh e ndërtojmë bashkëpunimin. Prindërit janë shumë të angazhuar edhe janë shumë përfshim edhe kjo më bën me u ndi shumë mirë. Për shkak se e din ndikimin që ka edhe angazhimi tyre në zhvillimin e fëmijës. Aktualisht 21 janë të përfshim në institucione edukative arsimore, kryesisht shkolla të rregullta, 3 janë që prej ekipit vlerësues janë referu për qendër burimore edhe ndjekun mësimin aty. Sa i përket vazhdimisht a jemi në një uri për zhvillimin e tyre, është ma shumë prinde që na informan, për në rastet të tjera prinde edhe ndërmjetëson atë kontaktin ton me mësimdhënësat, kur tashmë janë të kyçur mësim. Përfshihem në rastet kur do të me u hartu plani individuali i arsimit, në raste tjera kur ka ndonjë vështirësi në menaxhim të sjelljes ose diçka mundemi me shku me ofru udhëzime ose çfarë teknika me u përdor. Këtë vit edhe i kemi disa të regjistruar në shkollën e mesme të lartë. Tash realisht kemi fillu me i përfshi shkollat mesme të larta, se deri tash ka qenë shumë e vështirë me u përfshi, kryesisht për shkak vështirësive në për shkolla, mungesës trajnimeve për gjithë përfshirje, domethënë janë të sfida cilat na vinive prej shkollave, po këtë vit kemi regjistru 2
nxënës me sindromën Down në shkollat mesme të larta, edhe po ndjekun mësimin në mënyrë të rregullt. Aktualisht jemi edhe në proces të një projekti të mbështetur prej ambasadës Zvicrës, ku kemi me bo një shfaqje teatrale, ku është në bashkëpunim me serbët edhe bosnjak të Mitrovicës Veriore, edhe personat me aftësi të kufizuar të këtyre komuniteteve janë të në koordinim me një regjisore, janë të bo një shfaqje teatrale që besoj javën e parë të dytë të dhjetorit veç ka me u finalizuar